Përshëndetje. Rëndësia e marrëdhënieve seksuale në një marrëdhënie apo dhe martesë nuk mund të anashkalohet, pasi marrëdhënia seksuale ka shumë përfitime të mëdha në një marrëdhënie. Nëse keni pasur një marrëdhënie që nuk përfshinte marrëdhënie seksuale, e dini se sa të ndryshme janë gjërat kur dy persona janë fizikisht intim. Një marrëdhënie pa seks është një vepër e shkëlqyer arti pa kornizë ose vitrinë. Mund të jetë e bukur, por nuk është aq mbresëlëndse sa mund të jetë. Në këtë video, ne do të eksplorojmë pse të kryesh marrëdhënie seksuale në një marrëdhënie tënde mund të jetë kaq e rëndësishme, edhe pse nuk është thjesht diçka që është vetëm e këndshme të kesh pranë kur je diku me dikë. Marrëdhënia seksuale është një nga gjërat integrale që jep erëzat e një martese dhe është një gjë e bukur se kryerja e marrëdhënieve seksuale rregullisht është e dobishme për të gjitha çiftet. Mungesa e marrëdhënieve seksuale në një martesë mund të shkaktojë zhgënjim dhe sjellje me temperament nga një ose nga të dyja palët. Po çfarë është marrëdhënia seksuale? Marrëdhënia seksuale është një aktivitet fizik intim ku njerëzit zgjojnë partnerin e tyre me një fjalë, me prekje ose me veprime. Shumë njerëz kanë preferencat personale mbi marrëdhënien seksuale me mënyrën se si u pëlqen dhe janë të kënaqur seksualisht. Marrëdhënia seksuale është një pjesë e rëndësishme e martesës sepse ka shumë përfitime fizike, emocionale dhe fizike për çiftin. Me këtë, marrëdhënia seksuale është një nga gjërat jetike që përbëjnë një martesë të lumtur. Një pyetje që mund të vinë ndërmend është sa shpesh do të kryejnë marrëdhënie seksuale çiftet. Në varësi të preferencës dhe zgjedhjes së tyre personale, çiftet e martuara mund të kryejnë marrëdhënie sa herë të duan në bazë të asaj se sa komode është për ta dhe partnerin e tyre. Sepse sa më shumë të jeni seksualisht afër partnerit tuaj, aq më e lehtë bëhet për ju që të lidheni edhe më shpejt me të. Cila është rëndësia e marrëdhënieve seksuale në martesë? Marrëdhëniet seksuale dhe martesa janë të ndërthurura, do me thënë të dyja punojnë mirë me njëra tjetrën. Pavarësisht se ka mënyra të ndryshme për të patur një martesë të bukur jashtë marrëdhënieve seksuale, nuk mund të mohojmë dhe marrëdhënien seksuale që luan një rol të madh në jetën e çifteve të martuara. Marrëdhënia seksuale nuk duhet të domosdoshmërisht të ndodhë në mënyrë të programuar në një çift. Se dëgjojmë dhe gjëra të tilla të cilët e kanë programuar në kalendarin e tyre javor apo mujor ditën dhe orën kur ata do të kryejnë marrëdhënie. E çuditshme dëgohet, por ka njerëz të tillë. Por sa më shumë të kryeni marrëdhënie, aq më shumë do të bëheni dhe do të ndjeni të relaksuar më mirë dhe aq më shumë rritet lidhja juaj me partnerin tuaj. Dhe nëse dyshoni për këtë, mund të provoni të eksperimentoni me marrëdhënie seksuale në një mënyrë dinamike në martesën tuaj. Ju mund të filloni duke kryer marrëdhënie në një mënyrë më të relaksuar, më të këndshme, se ato të zakonshmet që ju keni mësuar deri më tash. Marrëdhënia seksuale gjithashtu rrit nivelin e intimitetit në martesë, sepse mungesa e intimitetit shpesh mund të çojë në një martesë të prishur. Me këtë që thamë, marrëdhënia seksuale ka kapacitetin për të rindezur nivelin e mbylljes emocionale të dashurisë mes çifteve. Shkoni për më shumë raunde shtesë, përfshihuni në shumë paralojë dhe vendosni veten në një modalitet të lartë dhe para se ta kryeni atë. Shikojeni marrëdhënien seksuale jo vetëm si një aktivitet bashkëshortor, por më tepër si një formë më të lehtë të shprehjes së intimitetit seksual me bashkëshortin tuaj. Një arsye tjetër pse seksi është i rëndësishëm në martesë është se ai është intim. Dhe aktiviteti seksual shkakton lirimin e endorfinës së fuqishme që rrihet nëpër rrugët e shpërblimit në tru. Prandaj, marrëdhënia seksuale në çdo martesë është e rëndësishme dhe e nevojshme, ashtu si komunikimi i hapur dhe sinqert që nxit në çdo martesë. Më poshtë, pra në vijim, unë do të rendis disa përfitime të kryerjes së marrëdhënieve seksuale në çift. E para, rrit nivelin e angazhimit
që keni ndaj partnerit tuaj. Marrëdhëniet seksuale i ndihmon çiftet të ndjehen më të tërhequr nga njëri tjetrit me kalimin e kohës. Ndihmon gjithashtu për të ndërtuar lidhje që ata të ndajnë dhe të rrisin nivelin e tyre të intimitetit. Rëndësia e marrëdhënieve seksuale në çdo martesë është se gjatë marrëdhënies seksuale aktive, çiftet janë në gjendje të plotësojnë nevojat dhe dëshirat e tyre seksuale. Bërja e marrëdhënieve i ndihmon ata të ndjehen në një nivel emocional më të lartë. E dyta, është niveli më i lartë i humorit. Është një rëndësie të veçantë se marrëdhënia seksuale në një martesë është se sjellën një nivel më të lartë humori, sepse të dy partnerët ndihen më mirë me veten e tyre kur kuptojnë se partneri i tyre është kaq interesuar për ta. Kështu që kjo ndihmon për të njohur dhe për të ngritur humorin e tyre. Kjo ndihmon në uljen e shkallës së pasigurisë dhe gjithashtu i bën ata të dëshirojnë më shumë njëri tjetrin, pra të dëshirojnë trupat e njëri tjetrit. E treta, periodat e femrave janë më të lehta. Shumica e grave përjetojnë ngërçe shumë të dhimbshme gjatë periodave të tyre. Marrëdhënia seksuale e rregullt mund të ndihmojë për uljen e niveleve të ngërçeve për shkak të tkurjes së shpesh të mitrës. Pra, në këtë mënyrë, jo vetëm marrëdhënia seksuale ndihmon në reduktimin e toksinave për shkatërimin e dhimbjeve në trupin tuaj. Gjithashtu ndihmon që gratë të kenë perioda më me pak dhimbje. E katërta, lëkura dhe pamja e juaj është më e mirë. Studime të ndryshme kanë vërtetuar se kryerja e marrëdhënieve seksuale të rregullta dhe të këndshme ju bën të dukeni më të rinj, më të reja dhe ju dhuron një lëkurë me shkëlqim të bukur në të njëjtën kohë. Kjo për shkak se rrajet e zemrës suaj rriten gjatë marrëdhënieve seksuale, duke përmirësuar kështu qarkullimin e gjakut dhe duke i dhënë lëkurës suaj një efekt të ndezur, të bukur, ngjyrë roz. E pesta, përmirëson stilin e jetës. Mes rëndësisë dhe përfitimeve të shumta shëndetësore të marrëdhënieve seksuale, një përfitim i thellë është se nëse marrëdhënia seksuale bëhet rregullisht, ajo ndihmon në rritjen e një stili jetese të shëndetshme dhe gjithashtu ndihmon për t'ju mbajtur në formë. 6. Përfitimet kundër plakjes. Marrëdhëniet seksuale çliron molekule antiinflamatore në trupin tuaj. Kjo ndihmon edhe në punën e riparimit në trupin tuaj. Për shkak se trupi i njeriu përjeton shumë dëmtime dhe riparime me kalimin e kohës, rritja e riparimit mund të ngadalsojë mjaft procesin e plakjes, e cila nga ana tjetër ju jep një pamje shumë rinore dhe marrëdhëniet seksuale e bëjnë këtë kur ju e kryeni vazhdimisht. E 7. është zgjerimi i familjes. Të kryesh marrëdhënie të vazhdueshme në çift është një mjet për të rritur nivelin riprodhues të familjes. Dhe me çiftet që kanë fëmijë, ata priren të afrohen edhe më shumë me njëri tjetrin, kështu që dashuria e tyre do të rritet çdo ditë. Kryerja e marrëdhënieve në martesë gjithashtu ndihmon në rritjen e ciklit jetësor të një brezi nëpërmjet riprodhimit. Dhe kur gruaja mbetet çazën, shumica e burrave madje priren të kushtojnë më shumë kujdes dhe vëmendje grave të tyre, gjë që ndihmon në ndërtimin më shumë të lidhjeve në mes tyre. 8. Ai ushqen një lidhje emocionale. Të kryesh marrëdhënie seksuale pasionante me bashkëshortin apo bashkëshorten, jo vetëm që do t'ju çojnë në kënaqësi fizike, por gjithashtu do të ndihmojnë në lidhjen në një nivel emocional me partnerin. Ndonjëherë gjithçka që ju nevojitet për të kuptuar se çfarë nuk funksionon në marrëdhënien tuaj është përmes një lidhjeje emocionale. Krye marrëdhënieve seksuale të nxehta me partnerin do t'ju jap këtë. 9. Marrëdhënia seksuale është një mjet fizik për të shprehur dashurinë ndaj bashkëshortit tuaj. Një martesë pa marrëdhënie seksuale është padyshim pa dashuri. Pra edhe përtej se i thoni partnerit se e doni, të kryeni marrëdhënie seksuale me të është një nga ato gjëra që ju ndihmojnë të shprehni dashurinë tuaj. Pasioni për bashkëshortin tuaj është një nga shtysat në jetën seksualisht të kënaqur dhe të lumtur. Në përfundim do të thosha se marrëdhëniet seksuale nuk janë thjesht diçka e këndshme për të pasur një marrëdhënie. Është një pjesë thelbësore e asaj që e bën dikë të kënaqshëm për mbushur të suksesshëm me kalimin e kohës. Dhe kjo është arsyeja pse çiftet e martuara
nuk do ta shohin marrëdhënien seksuale vetëm si një detyrë bashkëshortore, por dhe si një mjet për të lidhur fizikisht dhe emocionalisht me partneret e tyre. Miq, këto do të thosha në këtë video. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video të reja që unë e her pas here. Deri në videon tjetër, mirë takofshi.